Rozana kapet duke lexuar në ekran emrat e Eglit dhe Laertit si finalist, del video që po hedh dyshimet e mëdha. Në prajmin e fundit të Big Brother VIP Albania solli emocione të forta si për publikun por edhe për banorët. Rozana Radi dhe Gerta Gixhari u përballën kokë në kokë në një nominim vendimtar për të përcaktuar finalistën e parë të këtij edicioni. Pas një momenti pritje plot tensioni u shpall se Rozana Radi është finalistja e parë e këtij sezoni. Më pas Rozana u thirr në dhomën e rrëfimit, ku zgjodhi Eglin dhe Laertin si të nominuar dhe njëri prej tyre do të shkonte në finale. Por në rrjetet sociale nuk kanë munguar aludimet e teoritë konspirative. Në disa pamje të publikuara, Rozana shihet qartë duke lëvizur shpesh syt nga njëri krah në tjetrin, çka ka ngjallur dyshime se ajo mund të ketë qenë duke lexuar diçka në ekran. Kjo ka bërë që ndjekësit të spekulojnë se emrat e zgjedhur në nominim nuk kanë qenë zgjedhje e saj, por të diktuara nga produksioni. Kjo pasi edhe në natën e parë kur janë prezantuar të gjithë skutat e shtëpisë, është parë se përpara dhomës së rrëfimit është një monitor dhe duket se kjo i shton edhe më shumë dyshimet. Madje si për ta ndier edhe dyshimet nga jashtë edhe nga brenda, gjesti e Egli por edhe Gerta janë shprehur të mbledhosur për këtë lojë të produksionit i cili nuk po e lejon publikun të zgjedhë finalistët, por po ndërhyn me teknikat e tyre. Gjesti madje shprehur i mbledhosur duke shtuar edhe dyshime se duhen të mos e fusin fare në finale, madje duke kërcënuar se nëse kjo do të vazhdojë, do të dalë që në prajmin e ardhshëm jashtë, teksa pritet të shihet në prajmin e ardhshëm nëse këto kërcënime do të sjellin që produksioni të tërhiqet apo jo.